Ky është aksi rrugor Qukës-Qafplos, një ndër veprat të cilat është inauguruar vetëm pak kohë më parë me një vlerë totale 290 milionë euro. Gjithë kjo, ndërsa pas me është ajo që ndodhi vetëm 2 ditë më parë pas rrethave të Demokratishit. Duket që masivi shkembori malit ka rrëshqitur dhe ka bllokuar komplet rrugën kryesore, një vepër që sigurisht e theksova sapo është inauguruar, duke bllokuar kështu po them për një periudhë relativisht të gjatë të gjithë aks rrugor. Qukës-Qafplos, i cili në fakt fillon që nga Autolishti dhe ka një shkurtim të rrugës daljes së Pogradecit, duke shmangur Pogradecin dhe bën një shkurtim gati 40 minuta në këtë, po themi, segment të ri është totalisht e bllokuar. Çfarë ka ndodhur që 2007 ky segment rrugor në fakt ka kushtuar miliona euro, ka nisur fillim me 90 milionë euro, më pas janë shtuar 30 milionë euro tjera, janë shtuar 7 milionë euro tjera, për shkak të problematikave që hasësh, të paktën sipas pretendimeve të bëra. Sot që ne flasim 260 milionë euro e inauguruar me daullë para ca kohësh nga qeveria, sot duket që është jashtë funksioni, duke bërë një rrezik kolosal për të gjithë qytetarët që bëjnë këtë rrugë, pikërisht Qafplos, Qukës-Qafplos dhe që mbërrin pikërisht në Korçë. Në këtë moment që ne shohim vijojnë të kenë ende, po themi, firma e mirëmbajtjes së punimeve për të shmangur kështu dhe masivin shkëmbor që ka rënë. Nëse shohim në detaje, shohim që është një faqe mali e konsiderueshme që ka rrëshqitur komplet në pjesën e aksit të rrugor, duke bllokuar kështu aksin dhe për momentin shapur një rrugë provizore në krah të majt, pikërisht për të shmangur, po themi kështu, edhe bllokimin e aksit kryesor të rrugës, gjë e cila padyshim ka sjell shumë problematika dhe revolta tek qytetarët. Çka është shumë e rëndësishme është të theksohet që kjo rrugë me shumë problematika përbën një rrezik të lartë, se sigurisht e shohim për vetëm një, po themi, moment të rreshtit të dendrave të shiut, ka pasur një rrëshqitje masive të kësaj natyre, ku duket komplet faqja e malit e rrënuar dhe rënë në rrugë kryesore. Mund të ishte fatale edhe për qytetarët cilët kalonin në këtë pjesë, por fatmirësisht nuk ka patur persona të lënduar të paktën në atë moment ku ka patur këtë rrëshqitje masive. Duket që në fakt vetë rruga nuk lejon më tepër se të ecësh me një shpejtësi prej 18 km/h, pasi është shumë gjarpërushe dhe që ka shumë kthesa të forta dhe që duhet bërë kujdes në momentin që ka Vionete 290 milionë euro në këtë çast që shohim background është pikërisht situata në këtë moment ku po punohet, por mund të marrë edhe me ditë pikërisht kjo situatë, e cila në pamje të parë duket e rrezikshme dhe që nuk dihet se si do të jetë edhe zila në periudhën e dimrit që jemi aktualisht, pasi ndoshta